Energjia e 18 shtatorit është unike. Vetëm 4 shenja marrin mundësinë e ardhmë. 18 shtatori sjell një energji të veçantë, ndryshe nga çdo ditë tjetër. Universi është në lëvizje dhe valët e tij ndikojnë fort në jetën e disa shenjave të veçanta, duke u dhuruar atyre mundësi që nuk përsëriten shpesh. Kjo është dita kur mund të ndodhë një kthes e papritur, kur pasuria, dashuria dhe fati bashkohen për të hapur një derë të re. Vetëm 4 shenja do të kenë privilegjin të përjetojnë këtë bekim të madh, dhe për secilin energjia shfaqet në një formë ndryshe. Nëse je mes tyre, universi të thërret të veprosh dhe të mos hezitosh, sepse një mundësi e artë nuk pret gjallë. Demi. 18 shtatori sjell për Demin një ditë që duket si shpërblim për gjithë durimin dhe këmbënguljen që ka treguar. Mund të shfaqet një mundësi e papritur financiare, një ofertë pune, një investim që kthehet në fitim ose një ndihmë që vjen në momentin e duhur. Siguria materiale, që është gjithmonë prioritet për Demin, merr një hovë të madh. Në dashuri, kjo ditë sjell ngrohtësi dhe qartësi. Një bisedë e rëndësishme me partnerin hap rrugë të reja për të ardhmen. Beqarët mund të takojnë një person që përfaqëson pikërisht atë stabilitet që kanë kërkuar. Energjia e universit i kujton Demit se puna dhe përkushtimi kur nuk kalojnë pa shpërblim. 18 shtatori është dita kur mund të bëjë një hap të madh përpara, duke ndërtuar themele më të forta për jetën që ëndërron. Akrepi. Për Akrepin, 18 shtatori është dita e transformimit të madh. Energjia e fuqishme e kësaj dite e çon drejt një ndryshimi që ka kohë që e ndjen, por nuk ka guxuar ta ndërmarrë. Mund të shfaqet një mundësi pune ose financiare që e shtyn të lërë pas atë që nuk i shërben më. Ky është momenti për të besuar në instinktin e tij dhe për të ndërmarrë hapa të guximshëm. Në dashuri, Akrepi ndjen pasion dhe thellësi. Një lidhje e fortë mund të bëhet më e qëndrueshme, ndërsa beqarët mund të ndjejnë një magnetizëm të fortë ndaj dikujt të ri. Universi i dërgon mesazhin se duhet të hap zemrën dhe mendjen ndaj ndryshimit, sepse kjo energji unike nuk do të përsëritet. Akrepi mëson se shpërblimet më të mëdha vijnë kur ka guximin të ndjek transformimin. Shigjetari. Shigjetari e ndjen 18 shtatorin si një ditë kur horizontet hapen për të. Një mundësi e re për udhëtime, studime ose punë që lidhet me rritjen personale shfaqet papritur. Energjia e universit i jep besim dhe optimizëm, duke e bërë të guxojë të ndërmarrë hapa që më parë i ka shtyrë. Financat marrin një shtysë pozitive, ndoshta përmes një fitimi të papritur ose mbështetjeje nga një burim i ri. Në dashuri, kjo është dita kur një bisedë e sinqertë ose një takim i papritur sjell entuziazëm dhe ndjenja të reja. Beqarët ndihen të lirë dhe tërheqës, duke tërhequr njerëz që i japin gëzim. Universi i thot shigjetarit të ndjek guximin dhe ëndrat, sepse sot është dita kur portat hapen drejt një të ardhmeje më të gjerë. Luani. Luani shkëlqen fuqishëm më 18 shtator. Energjia e kësaj dite e vendos në qendër të vëmendjes, duke i dhënë një mundësi të artë për të treguar vlerat e tij. Mund të jetë një ofertë pune, një propozim profesional ose një projekt që e vendos në pozicion leadershipi. Financat kanë gjasa të përmirësohen përmes një surprize të papritur, ndoshta një pagesë shtesë ose një shpërblim. Në dashuri, Luani rrezaton karizmë dhe partneri e sheh me sy të rinj, ndërsa beqarët ndihen tërheqës dhe marrin vëmendje të madhe. Kjo është dita kur duhet të guxojë, të mos fshihet pas dyshimeve dhe të shfaqë natyrën e tij të fortë. Universi i kujton Luanit se energjia e 18 shtatorit është unike dhe se ky është momenti për të marrë në duar fatin e tij dhe për të hapur një kapitull të ri me plot triumfe. Demi, Akrepi, Shigjetari dhe Luani janë shenjat që më 18 shtator preken nga energjia unike e universit. Mundësitë e arta që shfaqen këtë ditë janë dhurata që nuk duhen humbur, sepse universi nuk i përsërit shpesh. Çdo vendim i marrë sot mund të kthehet në një pikë kthese të jetës. Mos harro të bësh subscribe në kanalin Zëri i Universit, të shtypësh like dhe ta shpërndash këtë video që të gjithë të preken nga bekimet e universit.